Mirë se vini në errësirë, vendi ku në fakt gjërat dalin në dritë. Bëni subscribe. Olta Gixhari i jep fund të marrëdhënies disa vjeçare me partnerin e saj. Olta Gixhari është një ndër vajzat më të dashura për publiku në botën e showbizit. Kjo edhe pas hyrjes së saj të bujshme në Big, ku fitoi akoma më shumë popularitet. Lajme jo të këndshme na vijnë nga Olta në minutat e fundit, ku bëhet me dije në rrjetet sociale në kuadrin e hipotezave dhe thashethemeve se Olta mund të jetë ndarë nga partneri i saj me të cilin kishte shumë vite. Gjithashtu me partnerin ajo ka edhe 2 fëmijë shumë të bukur, të cilët i ekspozon shpeshherë në rrjetet sociale. Këto lajme ngelen në kuadrin e thashethemeve, duke qenë se ndjekësit janë bazuar në videot e fundit të Oltës, në të cilët ajo shfaqet shumë e trishtuar me këngë të ndryshme romantike ndarje në sfond. Nuk dihet nëse janë thjesht thashetheme të pabazuara, por kjo ngelet të vërtetohet në vijim nga vetë Olta.